Selamu alaikum, dashur miq, ky është takimi ynë i radhës përmes emisionit Dritarja e Agjëruesit si çdo natë dhe sot kemi një tjetër të ftuar, të cilit ju mund t'i drejtoni me pyetje pas pak. Kemi në studio është Hoxh Fadil Muslim. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se u gjetëm. Do doja Hoxh fillimisht pak të flasim për çështjen e disa adhurimeve që janë shumë të rëndësishme, do të ndalemi te lidhja me njerëzit, lidhja me farafisit, me të afërmit, me që jemi në drejtim të fundit të Ramazanit, apo po i afrohemi 10 të fundit, sa duhet besimtari që tash gjatë këtyre ditëve të shpeshtoj këto lidhje, apo t'i forcoj, më mirë themi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pa dyshim se Allahu te bareke ve taala nga urtësia e tij ka krijuar edhe lidhjet farefistore, lidhjet fëqinjësore dhe lidhjet shoqënore. Dhe sigurisht se çdo gjë që ka vendos apo çdo rregull që ka vendos Allahu Teala është i dobishëm, është të mirën e njerëzve në përgjithësi dhe të muslimanëve në veçantë. Dhe sigurisht se Allahu Teala kur e krijoi Ademin, e diti se nuk ka domethënie jeta e Ademit pa bashkëshorte. Pastaj kur krijoi edhe bashkëshorten e tij Havën, i lani kohë ata me jetuar në parajs në xhenet, por sikur edhe ata nuk po e gjenin veten ose nuk po plotësoheshin vetëm ata dy me njëri tjetrin, dhe Allahu Teala çka bëri një shkak, bëri një sebeb që ato të largohen nga xheneti, ata hangrën nga pema ndaluar, Allahu i largoi nga xheneti dhe pastaj që thot Allahu Teala wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, dhe prej atyre dyve, është fjala prej Ademit edhe Havës, Allahu bëri shumë burra dhe gra. Dhe lidhja farefisnore është lidhja me Allahun e madhruar. Për ata është parimi i fesë që ai besimtar musliman që mban lidhjet farefisnore, e mban lidhjet me Allahun e madhruar, e ai që shkput lidhjet farefisnore, ai shkput lidhjet me Allahun e madhruar. Dhe këtu kur jemi tek lidhjet farefisnore është një rëndësi e të veçantë të dimë se lidhjet farefisnore janë dy llojesh, ato që janë obligative që patjetër duhet të mbahen dhe ato që janë fakultative, vullnetare që në rrethana dhe në kohë të caktuara dhe arsyetuohet mos mbajtja e tyre në vazhdimsi. Pra ekziston një rreth i ngushtë familjar, pastaj më gjërësisht. Patjetër është rreth i ngushtë dhe këtë duhet patjetër ta sqaroj tash këto në hyrje që ta dinë besimtarët musliman, sepse ndoshta ndokush e ka harruar, ndokush edhe mund të qenë fillestar në praktikim të fesë, edhe mundet me ikë si detaj që është tejet i rëndësishëm. Lidhjet farefisnore që i kem obligative për t'i mbajtur, që do thot patjetër për t'i mbajtur, përveç me vëllezër dhe me mota që nuk diskutohet fare, por jashtë rrethit të ngushtë, pastaj vinë lidhjet farefisnore që duhet patjetër të mbahen me axhallarët, me hallat, me dajallarët dhe me teset. Këto në asnjë rrethon nuk arsyetohet shkputja e lidhjeve me këto kategori të cilat i përmendëm më herët. Pastaj kemi ato lidhjet farefisnore familjare që nuk janë obligative, por që janë fakultative, janë vullnetare, që janë sunet prej traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e aty hyn pastaj djemt e axhallarëve, djemt e dajve, djemt e hallave, djemt e tezave, e kështu me radhë, pastaj edhe duke shkuar me tutje. Sa më larg që shkon, duke i mbajtur lidhjet farefisnore, aq më mirë është gjendja, aq më mirë është uniteti. Për ata Allahu te bareke ve taala lidhjen farefisnore e ka bërë sikur një lidhje ngushtë që është e foshnjës me nanën e mitrën e nanës. Për ata dhe lidhja farefisnore në gjuhën arabe quhet silatu rahim. Silatu rahim, do të thonë lidhje me më të dashurin brenda me nanën apo me mitrën e nanës. Kështu që do të thotë
foshnja mitren e nanës që ka të lidhen me nanën, nëse shkputet përmes asaj zorës ushqyese, kërthizës edhe pastaj funksioni nuk është. Bie funksioni dhe është i parëndësishëm si person aty dhe normal që vjen deri te aborti, deri te dështimi. Kështu dhe njeriu është shumë i rëndësishëm të mbajë lidhjet farafisnore sepse shkputja e tyre do të thotë edhe dështimi i personit fjalë apo dhe i personave në fjalë. Dhe kjo e fundit, pra shkputja e lidhjeve farafisnore nuk është temë e pakt në shoqërinë tonë kohëve të fundit, por do doja hoqë të na thoni si ka mundësi Ramazani, agjerimi dhe këto vepra tjera shoqëruar me këtë adhurim t'i forcojnë apo edhe t'i rregullojnë këto raporte farafisnore. Nuk ka ndonjë sezon më të begat, nuk ka ndonjë sezon më të mirë, një mujore që është sezona e muajit të bekuar të Ramazanit për të bërë ndryshimin në veten tonë apo në familjen tonë, farefisin tonë edhe me tutje. Por ata dhe ndryshimet më madhore kanë ndodhur në muajin e bekuar në muajin e Ramazanit. Dhe nëse tash njeriu nuk mund t'i vendos lidhjet, edhe tash nëse nuk mund të komunikon me të afërmit, edhe tash nëse nuk e thret ndokënd apo nuk i shkon ndokujt, edhe nuk i jep ndokujt, nuk i ndihmon ndokujt, atëherë kur ka me bë këtë besimtari musliman? Tash e kemi rastin ideal sepse në këtë kohë djajt shejtan të mallkuar janë të prangosur, keqbërësit janë paksuar, bamirësit janë shtuar, melekët janë shumë afër besimtarve, i nxisin, i motivojnë në punë të mira të mbara, agjerimi rregullon besimtarin musliman edhe në rrafshin fizik, po edhe në rrafshin psikologjik, kështu që tash është kohë ideale, sidomos ftesat që duhet me ia bëjë njëri tjetrit në kohën e iftarit apo për iftari janë ato rastet më të mira që ti kthejmë ato lidhjet farefisnore tradicionale që kemi pas përpara, sepse ju e përmendet që jo pak i kanë shkput lidhjet farefisnore, fatkeqësisht janë më të madhe duke u shkput lidhjet farefisnore, sepse modeli evropian që na ka ardhur kaq shpejt, na ka gjetë pa përgatitur, është modeli më i papërshtatshëm për neve në raport me lidhjet farefisnore. Andaj ne do të kthejmë atij modeli të vjetër, tradicional që kemi trashëguar gjenerat pas gjenerate, e çuburimin. Ai modele ka nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe sigurisht që rikthimi apo rilidhja e raporteve familjare farefisnore në kuptojnë faljen dhe pajtimin. Dhe shpesh e keni përmend që ai i cili inicion faljen është më i miri. Pse është më i miri dhe pse duhet nxituar në këtë drejtim? Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk konsiderohet mbajtja e lidhjeve farefisnore me i shku atij që të vjen, me i fol atij që të flet, edhe me i dhon atij që të jep. Por ka thonë lidhja vërtet farefisnore konsiderohet, apo mbajtja e lidhjeve farefisnore prej lidhjeve të forta konsiderohet kur pala tjetër nuk ka gatishmëri me të ardhur, me të fol, me të dhon. Dhe ka thonë mbajtësi i lidhjeve farefisnore konsiderohet ai i cili i shkon atij që nuk të vjen. I flet atij që nuk të flet, edhe çka i jep atij që nuk të jep. Nuk është një lloj dobësie kjo? Po kështu mentalitetin personi i cili merr iniciativën për të pajtuar. Mentalitetin e popullit ton, nganjëherë modestia dhe devotshmëria keq kuptohet apo personat në fjalë trajtohen si persona pa ç'më thon autoritet apo persona të dobët apo persona të ligë, që në fakt nuk është ashtu. Kjo është për devotshmërisë së besimtarit, me i foli i pari atij që nuk të flet, me i dhon atij që nuk të jep dhe me i shku atij që nuk të vjen. Kështu që tash e kemi rastin ideal për një gjë të tillë dhe tjetra pse duhet patjetër me mbajt lidhjet farefisnore, sepse e thash në fillim të emisionit, ai që i mban lidhjet me farefisin, i mban lidhjet me Zotin, ai që i shkput lidhjet me farefisin, po kurzim. Ai që i shkput lidhjet me farefisin, i shkput lidhjet me Zotin. Edhe tjetra që është e rëndësishme, edhe veprat punë tona kushtohen për të pranuar tek Allahu i madhruar, duke mbajtur lidhjet farefisnore, por edhe lidhjet me besimtarët musliman. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë veprat e robëve të Allahut ngrihen tek Allahu çdo të ente dhe çdo njerit prej besimtarëve musliman i pranohen punët e tij të mira që ka bërë gjatë gjithë javës,
përveç dy personave të cilët nuk flasin ndërmjet veti, nuk komunikojnë ndërmjet veti, pra janë të hidhruar ndërmjet veti. Çfarë thot Allahu Teala? Andhira hadhaini hatta yastaliha. Andhira hadhaini hatta yastaliha. Dyher ju thot me lajkeve, pritni këta dy derisa të pajtohen. Pritni këta dy derisa të pajtohen. Po pse po i lën veprat të varura ashtu, pse po i lën veprat domethënë të kontestuara, dhe nuk i flet sepse më i miri, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse dy besimtarë nuk flasin me njëri tjetrin, apo dy familjarë nuk flasin me njëri tjetrin, më i miri prej atyre dyve është ai i cili fillon i pari me selam. Andaj duhet synuar këtë që është paraemëruar fetarisht, e jo duke u kompleksuar nga ajo se çfarë mund të mendojnë njerëzit. Ne çdo herë mundohemi, edhe duhet mundohemi të çojmë përpara ato që janë urdhrat nga krijuesi, duke lënë anash thashëthëmet e krijesave apo familjarë apo kush do të qofshin ata. Mirë, tashmë kanë mbritur telefonuesit dhe presin të inkuadrohen, e marrim telefonatën e parë. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmatullah. Përshëndes juve në studio dhe hoxhën në ndrum. Po, të lutem, vazhdo me pyetjen sepse gjithmonë në telefonatën tënde kemi problem me mënyrën e inkuadrimit. Kisha ta bëj një pyetje për hoxhën. Cila është pyetja? Të lutem? Apo më dëgjon? Po, shumë mirë, vazhdo me pyetjen. Dhe ishte linje dobët. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo? Alo, noni? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje për hoxhën. Cila është pyetja juaj? Për shembull, me shku numre, dije që duhet me kanë mbulume, po kur të vish për numres, a mundesh me hek mbulesën apet apo duhet me marrë për gjë? E qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë presim telefonuesin tjetër. Alo? Alo, noni? Alo? Po? E kam një pyetje për hoxhën. Cila është pyetja? Jam përfundim të Koranit, se do të më thonë kur të përfundoj Koranin këtë fillë dhej, çfarë do të më thonë? Po lexon. Çfarë do të më thonë? Kuranin arabisht po e lexon apo? Jo, arabisht nuk di, për shqip jam të lexu për 30 herë, se arabisht nuk di me lexu, për tash po di ta më thonë fund. E kuptuam. Koranin krejt. Faleminderit shumë. Edhe jam vetë jam në shtëpi, kam se familjarë, se burrin e kam punë. Edhe vetëm jetoj më shumë gjë ditë, jam vetëm në shtëpi. Tash do të përgjigjet hoxha. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Çka me bo pas kthimit nga umre? Me mbajt shamin apo me largu hoxhë? Rregulli. Përgjigjen e hoxhës se po e paramendoj, po. Po, sigurisht. Rregulli është që mbulesa të jetë edhe para umrës, edhe gjatë umrës, edhe pas umrës. Edhe prej shenjave të pranimit të këtij adhurimi të umrës është në qoftë se kjo motra kthehet prej atij me mbulesë dhe vazhdon atë. E prej shenjave të një adhurimi që ka qenë ndoshta edhe i zbet tek Zoti, është me shkue pa mbulesë, me u kthy pa mbulesë. Atje me ndajt për 10 ditë sa rrin, atje me ndajt me mbulesë. Mbulesa nuk është përzgjedhja jonë. Nuk është na do të përzgjedhim as do të përzgjedhim. Kjo është përzgjedhja e Zotit. Kur jemi tek urdhat e Zotit, tu nuk ka kompromise. Kur jemi tek çështjet më të lehta, tek gjërat të vullnetare, këtu ka kompromise. Nga njerë mundesh me praktikue, nga njerë mundesh me praktikua. Amo të mbulesa është fars. Nuk mund të imagjinohet një motër besimtare muslimane praktikuese e fesë, edhe me i njeru mbulesën pa ndonjë arsye, sidomos në vendet ku besimtarët musliman janë shumicë. Mbulesën e bartin edhe në Amerikën Latine, ku muslimanët janë shumë pak atje. Edhe bartin edhe në vendet e tjera ku muslimanët janë pakicë. Pse me pas problem për shembull në vendin tonë, apo në vendet e Ballkanit, apo në vendet e Evropës. Kështu që këshilla ime për këtë motor është mbulesën me çit tash sonte,
me vendos për hir të Allahut, edhe me i lënë thashë thamët, se fatkeqësisht një pjesë e grave, një pjesë e vajzave jetojnë se çfarë thonë të tjerët pastaj Pa nëse janë pengi komenteve të ja tjerë. kanë më thonë kështu e je prapa mbetur, jo e pashkolluar, jo pa integruar, jo pa qytetëruar, ku ta diun, dikush ka më thonë që e ke vendos mbulesën se po të paguajnë, dikush ku ta diun, krejt këto janë të mundshme. Gjitha këto, edhe ka raste që përgojohen njerëz me vitet e tëra, mirë po, nëse shikojmë njerëzit se çfarë thonë ata, më mirë kish më qenë mos më jetu fare. Se kur si e heq këtu, pastaj njerëzit nuk merren aty. Përndryshe, në këtë botë, sidomos me njerëzit të cilët janë të zotët, me njerëz të cilët kanë aktivitete, me njerëz të cilët janë të dobishëm shoqëri, me njerëz të cilët i shërbejnë popull, të shërbejnë fesë, çdo herë merren ata të vegjëlit, sepse është karakteristikë e të vegjëlve, njerëzve pa autoritet, pa ndonjë bagazh intelektual, të merren me, thashë thëmë, përgojime, që si gjanash me shiku punë të huja. Nëse është karakteristikë që i veçon njerëzit ngritur, edhe fetarisht e intelektualisht të merren me punë të mëdha, e jo me punë të vogla. Thot, çka me thonë pas leximit të Kuranit shqip? Po, nuk ka ndonjë datë veçantë, o Zot pranoje prej meje, edhe kaq. Vazhdojmë me telefonues të tjerë tani. Alo? Allah përshëndetje. Përshëndetje. Aleikum selam. Selam. E këta me pyqe hoqës prejt në punën në azëru për shkak muja i përdurën dhe barë ma dhe në shërbet. Kompensimi i Ramazanit, dikush pët që me si qiktar abdi për shkak e azërun, dikush pët një atë tare fukareve, dikush nuk përdi abdi dhe qysh me mujt një kompenzu prendve abdi. Dhe ti e ke thirr hoxhën me kuptu se çysh më abo më smiri. Të dhe në staren të hoqës. Allah ju shpërblet. Amin edhe juve. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Inkuadrojmë telefonuesin tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Selam. Për shembull i kemi 18 vjet, bojnë gjinohe, ananien gjinohe. Sa vjet, 18? Po, edhe ananien gjinohet nëse bojnë. Po qysh nuk njihen më rëvë. Faleminderit. Telefonata e radhës. Alo? Alo, përshëndetje. 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 Do shta vesh një selam aleikum hoxhës, të kojshia jëm, Fadili, Aleikum selam. të përshëndes, respekt, Faleminderit. maksimum këm. Allah është. Shumë faleminderit. Kom pyetja për gjithë. Jo, pyetjet kojshisi bon aty, për e takon, apo? Përshëndes për ta me të shta. Shumë faleminderit. Vazhdojmë. Hajde. Kalofshi mirë. Inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo? Alo, Selam nani? aleikum. Aleikum selam. Selam. Desha me pyet hoxhën. Gruaja me ka bo Kur'anin hape 4 herë. Prej kumbet dhe gjallar thanë nuk ka dobi se ke ka lexuar shqip. Të arabisht nuk din. Dhe desha me vetë hoxhën, a ka dobi as ka. E kur po shkojnë gjumohën me fol, kur po i hoxha në hutbe, pyethet do arabisht, e po thot nëse se din arabisht, e kam përkthimin shqip. A kur e veta për Kur'an, tha s'ka dobi, tha shqip, tha me lexuar. Kaq, selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum Faleminderit. selam. Alo, telefonata e radhës. Alo? Alo, po? Urnoni? Selam aleikum. Aleikum selam. Në pyetje të ishta mja po hoqës, të më thatë prit në lidhje. S'ke nevojë tash me prit, je inkuadruar në emision. Selam aleikum. Aleikum selam. Veç dhe ishta mja po një pyetje hoqës në sejtë të Koranit, në sa vena ka në Koran? Tjetër? Vetëm kjo është, apo? Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo? Mirë. U kthemi përgjigjeve tash. Thot, për shkak të gjendjes shëndetësore nuk mund të agjeroj, si me bë kompenzimin. Ka dëgju për verzione të ndryshme, dëshiron nga ju një përgjigje hoqë se si të veproj. Unë e kom shkru këtu se
Kjo e ka pyetje për prindrit. Prindrit e mitha nuk mund të agjerojnë. Pavarësisht kësaj është çështja e kompenzimit. Nëse prindrit janë të shtyrë në moshë dhe nuk pritet përmirësimi i gjendjes së tyre, nuk pritet të bëhen më të fortë që të fillojnë agjerimin, atëherë këta lirohen tërësisht, sepse nga agjerimi kemi të liruar përkohësisht dhe kemi të liruar tërësisht. Tërësisht janë këta që janë të shtyrë në moshë, të lodhur, të dërmuar, të raskapitur. Këta nuk forcohen edhe pas Ramazanit këtë gjendje kanë, atëherë këta duhet ta kompensojnë me ushqim ditor për çdo ditë të Ramazanit. Dhe tek ne zakonisht shumica e besimtarëve e bojnë këtë kompensim duke paguar vitrat. Do të thonë, paguajnë nga një vitër, se vitri që japim tash në fund të Ramazanit është ushqim. Është ushqim për nevojtarët, kështu që nga një vitër e jep për babën, edhe nga një vitër për nanën për çdo ditë. E keni fjalën për çdo ditë, po? Po, për çdo ditë që dhe jo ato vitrat në fund që jepen. Ato janë tjetër send, po këtu do me thonë, kjo është... Në vlerën e një vitri. Po, në vlerën e vitit. Këto po do me lehtësue, që do të thotë se shuma është caktuar 3, 5 apo 10 euro. Amo jo vetëm fund, a janë fund të është vitri tjetër, mirë po këto janë ushqim për nevojtarët, dhe këto shuma, apo këto shifat caktuara nga Bashkia Islame janë parafërsisht që sillen këtu në popullin tonë, sepse na këtë nuk e kemi një gjendje të njëjtë ekonomike, dikush është më mirë, paguon 10 euro, dikush pak më dopt 5 euro, dikush më dopt 3 euro. Mirë, po jo vetëm një herë me i dhon, për çdo natë, por mundet me i bë pagesën. Për një herë mundet me i bë dal nga dal, çysh tani ai zgjedh. Të liruar tërësisht janë edhe ata që kanë smundje të rënda kronike, që nuk pritet përmirësimi i gjendjes së tyre, edhe ata e bojnë kompensimin. Në fund Ramazanit, nga një ushqim ditor për çdo ditë. Thot, a njihen gjunahet 18 vjeçarëve? 18 vjeçarëve gjithsesi, jo llogariten edhe shpërblimet edhe gjunahet. Mirë po, jo në moshën 18. Asgjë nuk fillon nga mosha 18. Por çdo gjë e rëndësishme fillon, starti është në moshën e pubertetit. Dhe nuk dynë ndokush që të hynë fazën e pubertetit 18 vjeçar. Veç raste të veçanta ato, do me thonë raste të izoluara janë kur njeriu hyn pubertet moshën 18 vjeçare. Zakonisht vajzat ka mosha 11, 12 aty afër 13 që të hyn pubertet, djemt një vit aty për mbrapa, dikon, po në momentin që djali hyn moshën e pubertetit, jep llogari për çdo gjëna që e bën. Edhe vajza është ashtu. Në momentin që hyn moshën e pubertetit, obligohet edhe me namazin, edhe me agjerimin, edhe me të tjerat. Thot, gruaja ka lexuar Kur'anin 4 herë, pra me idenë e hatmes, por i kanë thënë nuk ka dobi asgjë. Po, që ky vëllau që thirrë që ka lexuar shqip. Po. E para në këshill për avoktina, po është mirë me përfituar të tjerët. Përshëndetja, selam aleikum, kjo nuk qëndron. Kjo është edhe kështu, e ke po ndru, selam aleikum, s'ka kështu mi parapri selamit. Këto du me hik për para, veç me thonë, selamun aleikum, ose esselamu aleikum. Po se, më ka ra në vesh shumë herë, dhe sidomos në telefonata, ose dhe kur jenë pak ma largë në rrugë, ta qënë dorën dhe, selamu aleikum, s'ka nevoj. Se përshtohet diçka kështu përshëndetjes që nuk është. Kjo është e para. E dyta, kanë pyetur shumë hoxhallar, edhe po thirret tash publikisht po pyes që nuk është në rregull. Nuk bën kështu tash me testu një nga një hoxhallar. Jo shumë hoxhallar, një hoxhë pyet, edhe shumë mirë ky e din, kanë do të më pyet për me të thonë është mirë apo është keq. Shumë mirë ky e din ky pyetsi. Kështu që nuk e kisha zot më shumë. Vetëm nuk besoj që të ketë ndonjë hoxh në Kosovë, hoxh, unë nuk po flas për besimtar, për xhamatin, për masën e thjeshtë. Po nuk besoj të ketë në Kosovë ndonjë hoxh që thotë nuk ka kurrë shpërblimi me lexu Kur'anin shqip. More edhe kinezisht me lexu ka shpërblim. Ajo është fjalë e Allahut e përkthyer. Domethënia e fjalës Allahut e përkthyer në gjuhën tjetër. Dhe mund të jetë hoxh keq kuptimi tek a konsiderohet hatme apo jo? Jo, nëse lexon gjuhën shqipe nuk konsiderohet hatme, por shpërblim ka. Nëse e lexon gjuhën shqipe, a ka shpërblim? As që kontestohet kjo. Si nuk ka shpërblim? Ti më lexue edhe një libër shkencor, po përfiton prej tij, ka shpërblim aty.
Çdo seni dobishëm ka problem, kështu që ndoshta i ka thonë do kusht tjetër se hoxhallat nuk besoj që ja thojnë këtë, po në rregull. Thot në sa vende në Kur'an ka sejdë të leximit? Në 14 vende në Kur'an ka sejdë tilawa, sejdë të leximit. Do të vazhdojmë tani, mirëpresim telefonues të tjerë, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën, jam me diabet. Edhe marr uzenin marr. Insulin merr apo? E tash pa thonë dëshirë me ditë po. Me dita ato me bësh me inu nga ju. Faleminderit edhe juve, vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. E kam një pyetje për hoxhën. Po? I kam 13 vjet. A moj me majt agjerim, me majt Ramazan? Një qarin për hoxhës? A mundesh ti? S'po muj, ka pak, di, ku vi për shkolla shkoj. Në orë 7 shona. Lodhesh nga pak, a? Po. Në rregull. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Telefonata e radhës, alo? Aleikum selam. Një pyetje hoxhës një abo të shkokuj në namaz natës tash. Vitrin, a me folna me hoxhën, apo me lon me fol mas namazit natës? Se çdo e kem dilemë në pak gjithë po atje bën edhe me taravi, bën edhe namaz natës. Shumë faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju kadrojmë një tjetër telefonues, urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Do është një pyetje për hoxhën? Po? Me çfarë dosh mundem të lutem për të vdekurit tënd? Këtë muaj të Ramazanit? E qartë. Me çfarë lutjesh? Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë, tani do të vazhdojmë me përgjigjet. Hoxh, te çështja e diabetit nga njëherë keq kuptohet sa herë keni dhënë përgjigje për çështjen e insulinës. Po, sa i përket këtyne vëllezër apo motra që janë diabetik dhe përdorin insulinë, insulina nuk e prish. Që do të thotë mund ta përdorin edhe gjatë ditës insulinë, po nëse kanë nevojë edhe gjatë natës. Kështu që a duhet me agjeru, këta duhet patjetër me fillu agjerimin. Tash jemi pak vonë, se kjo ndoshta pyetja është më pak para Ramazanit, po në rregull, le ta merr ky përgjigjen edhe të tjerët. Pra nëse është çështja e insulinës, nuk është problem. Nuk është pengesë. Ti e përdor insulinën edhe me hangër në iftarin së fyr 2 herë, po këta që janë diabetik më duket duhet edhe më shpesh, ti mundesh me hangër edhe më vonë pastaj, mas iftarit edhe mas 3-4 orëve. Deri në së fyr ti han sa herë dush, se dikush thotë po do më hangër 3-4 herë ditën. Në rregull, ti veç kthehet 3-4 herë natën. Do të çaj gjendje është. A insulinën që e përdor, insulina nuk pengon asgjë, insulina nuk e prish agjerimin. Vazhdojmë tutje, thot jam 13 vjeçar, a muj me agjeru? 13 vjeçar, e përmenda më herët se ne dispozitat fetare apo ato obligative i fillojmë që nga mosha e pubertetit. Ky çuni që e bën i pyetjen 13 vjeçar, nëse ka hyrë në pubertet, domethënë ka hyrë në fazën e pjekurisë, ka për obligim, do dal nga dal. Dal nga dal do të me kuptu që do të me agjerue. Nëse nuk ka hyrë në pubertet në këtë Ramazan, atëherë sa të mundet le ta agjeron. Një ditë, po, një ditë, jo, ose ditëve të weekendit ta agjeron. Amo nëse ka hyrë në pubertet, atëherë do të me agjerue të tërë në Ramazan. Pra e ka obligim. Po. Mirë. Salati i vitrit. Shumë e shpesht ka qenë kjo pyetje këtë Ramazan, dhe është një shenjë mirë, hoqë, kur njerëzit angazhohen natën për të falur më shumë. Sigurisht se nuk besoj që pyet dikush për një gjë që nuk e praktikon. Nështë ka dhe ashtu, po ata janë të pakët. Kjo është shqetësim i mirë, dhe këto shqetësime dhe të ngjashme me këto rrethadhurimeve janë të mira, sepse flasin për nivelin që e kanë xhamati. Përgjigjet besoj që janë dhënë këtu në këtë studio dhe këtë vetë kemi dhënë edhe vitin e kaluar, por në rregull do të më përsërit sepse Allah thotë wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, për kujtove se për kujtimi ju bën dobi besimtarve. E këshilloj këtë vëllezër të tjerë, të cilët falin namazin e taravive me xhamat, që të shkojnë deri në fund. Deri në fund. Çfarë do thotë? E fillon
Allahu Ekber në fillim, deri në fund imami kur t'jep selam, qëndron me imamin. Pse? Sepse nuk është i njëjtë ai që falet me imamin deri në fund, edhe ai që fillon me imamin e pastaj shkputet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë men qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Ai që fal namaz, është fjala për namazin e teravis me imam, derisa ta përfundon në fund, t'jep selam, ati i shkruhet tek Zoti sikur t'jet fal të natën. E tash thot ai, unë po fali vetën me imam, po pastaj unë që kam fal prap namaz natën, po fal Allah. Kush ka thonë që s'bën me fal mbrapa? Nuk bën me i bodhe një vitër, se 2 vitra për një natë nuk bëhen. 2 namazet të vitet për një natë nuk ka mundësi. Mirë pa, ka mundësi ky, pasi ka fal taravite, ka fal edhe vitrin me imam, për me arrit shpërblimin sikur po falet të natën. A ka mundësi me u fal, po more si t'jep selam, ndash edhe në xhami, ndash shkon në shtëpi falo, sa dush 2, 4, 6, sa dush ti me fal, kur fal problemi nuk është. Çfarë dua duhet të bëjmë prej duave më të mira për të vdekurit, sidomos tash në Ramazan? Nëse të vdekurit tonë, me të dashurit tonë, kanë vdek besimtar musliman, atë lutemi që Allahu t'i mëshiron, që Allahu t'i falë. Dhe nëse i ka prind të vdekur, kjo mota që pyeti, atëherë thot, o Allah, mëshiroj prindet e mi, ashtu siç më mëshiruan, ashtu siç më edukuan mua. O Allah, fali prindet e mi. O Allah, shndroja varrin e tyre në kopsh pe kopshtë të xhenetit, e mos ja bën grupe të zjarrit, e kështu me radhë. Mirë, vazhdojmë tutje, tani me presim telefonues të tjerë. Alo? Aleikum. Aleikum, salam. Desha me pyet diçka hoxha. Po? Kur vajzave ju prishet agjerimi. Dhe se me kuptoni në çfarë aspekte, gjatë dhe ditëve të fundit të Ramazanit, unë nuk mundem me agjeru edhe me fal namaz, por që e lutemi për diçka gjatë këtyre ditëve, a pranohet lutja? Kom të qartë pyetje. Faleminderit, zoti ju ruaj. Pra, për shkak të ciklet mujor, po. Perfekt. Mirë, faleminderit. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Jam i privilegjuar që edhe pse shkun 18 ditë më janë rasti që oroj muajin e bekuar të Ramazanit hoxhës nderuam. Zotit Musliu, juve si moderator dhe gjithë atyre që më ndëgjojnë. Allah shpërblet. Faleminderit. Urim edhe për juve. Faleminderit shumë. Allah ju shpërbleft. Amen. Kam një pyetje për hoxhën. Jam këtu me bashkëshortën bashkë ndëgju, pikërisht për bashkëshortën. Bashkëshortja prej moshës 9 vjeçare ta xheru, dhe më thonë deri si vjet. Si vjet, para një muaji ka pas një sulm të rrumë, është dasht me intervenu në urgjencë edhe tani jetën me terapi, është ma mirë, po me terapi. Ka fillu Ramazanit si vjetë prap, i ka 5 net i ka agjeru dhe ka fillu problemet mu ju shfaq, edhe shtu duke u konsultu bashk, vendosim me ndërprej se pom që u të shkaktu probleme terapia, edhe e ka ndërprej. Dhe më thamë prej ditës 5, e ka ndërprej edhe shijet që është ma mirë që të përdor terapin, po e ka ndërprej. Pyetja për hoxhën e nderuam është sigurisht a ka arsye, as ka arsye të invest kjo, hoxha s'mundet me ditë, kuptohet, po e kena pa të arsyeshme që duhet me ndërprej. Pyetja për hoxhën është zavendësimi, a duhet ma mirë me prit, do me thonë deri në Ramazanin tjetër, mos pi përmirësohet gjendja dhe mi zavendësu me agjerim, në të kontrën sigurisht me mjete monetare po se po cila preferohet ma mirë, sipas hoxhës nderuam, kisha pas dëshirë me marrë një pyetje, një përgjigje. Faleminderit shumë për të telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë, presim telefonat tjetër. Alo? 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 Urnoni? Alo? Po ju dëgjojmë. Alo, përshëndetje. 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 Kam një pyetje për hoxhën. Vetëm urnoni. Për shembull, kam nënën plak. Me shku me boj stat dikon, a gjena me lënë vetë, apo? Çka me bo?
A bën edhe një herë pyetjen? Unë për shembull e kam në 9 klas aty, që më shku me bën një iftar dikon. A mund me lënë vetë të shtëpia? A u gjina? Me lënë nonën vetë e ti me shku në iftar, apo? Po. E qartë. Faleminderit. Mirpresim telefonuesin tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Për ty edhe për hoxhën, nderuam. Kam dy pyetje shkurta. Po, none. Kam fjalën për dhikrin e akşamit. Nëse është e parapame prej mas namazit ikindisë deri në prerimin e diellit, cila kohë është më e mira për me bë? Pyetja e dytë është çfarë tani mas namazit akşamit çfarë dhikri normal apo mos me bë dhikr hiç? Nëse e bojmë këtë kohën mas ikindie deri në prerimin e diellit. Faleminderit. Këto ishin pyetjet e mia. Zoti ju shpërblet. Amin edhe juve, faleminderit për telefonatën. Ndërsa ne të dashur miq, tani do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak për të vazhduar me telefonatat të tjera. Dashërmiq, jemi bashkë me hoxhën Fadil Musliu në emisionin Dritarja e Agjeruesit. Do të vazhdojmë tutje të shoqërohemi dhe do të mirpresim telefonatat të tjera. Ju rikujtojmë ata cilët na dëgjojnë përmes Radio Kriteriës, mund na telefonojnë në 045 49 48 53. Përkaq ne do të mirpresim telefonatën e radhës. Alo. E kush pyetja? Cila është pyetja? Alo. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju lutem largoni prej televizorit. Cila është pyetja? Mas taravih që i folëm, a mëj me fol namaz natës mas arëtivitet? Po. Ju kuptuam, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, mirpresim telefonuesin tjetër, alo? Alo, noni? Po, jeni inkuadruar në emision, ju lusë që të largoni prej televizorit apo t'ja ndalni zërin televizorit. Po? Alo? Alo? Po, noni? Selamu alaikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Përshëndes edhe hoxhën, edhe juve. Allah ju shpërblef për këto emisione kaq të mira. Amin, edhe juve që jeni pjesë e emisioneve tona. Që po marim dituri, po marim inshallah dhe i praktikojmë këto përgjigje që po i marim çdo natë. Edhe deshta me pyet hoxhën, a kam gjyna që unë punoj edhe bëj buk për fëmijë, domethënë fëmijë që të vogël prej 6 vjetëve deri 9 ose 10 vjetë. Ku punoni në kopshtan, qëllë? Po, si qëndrim ditor është. Edhe nuk, edhe kur vinë shpe me thmit mi, edhe jo që po i ftoj njerëz në një iftar, e kështu nuk po kam kohë shumë ditën me lexu edhe me dhikr bëj, po unë e kom qef dhikrin kur ulna me bo, ta mon më koncentru me di qa po bëj. Se ka herë, mas punëve kështu, po mdo këtë që nuk pe bëj mirë. Pra, për shkak të angazhimit në shtëpi edhe me mysafir nuk keni kohë për adhurime të ndryshme. Me punë, gjatë ditës nuk bëj, por në mramje, që tash për shembull deri 1 ora, bëj dhikër, lexoj Kur'an, gjuhë shqipe, se arabisht nuk e di, edhe tani edhe para syfyrit që una fali namaz natë, bëj dhikër, lexoj deri mas namazit sabajt. E kuptuam. Faleminderit për telefonatën. Edhe një pyetje nëse ka mundësi. Po, patjetër. Unë kur bëj lutje për prindët e mi, që më kanë vdekë, vllaznit, motrat, më kanë vdekë 3, kam halla teze plot që domethënë kanë ndru jetë, po unë tash lutjet i bëj, o Zot më shiroj prindët e mi, vllaznit, motrat, fali, edhe tash them edhe halla doj tezet këta, a duhet
mi përmbledh këtë familjen e ngusht me thonë, apo qysh i bëjt qëto lutje. Atë i përmeni tezat, hala, dajt, miqalart, krejt këta fëmijët e tyre, gratë e tyre, krejt që ka kanë dek. Po, e apo veç familjen e ngushtës e gjonë me përmes, atë ma thjesht dyqysh, po di. Do t'ju sqaroj, hoxha, tash. Nëse ka mësi, po. Faleminderit, Allah ju shpërblet, natën e mirë. Amin edhe juve, natën e mirë. Natën e mirë. Mirë presim me njëherë një tjetër telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndet, Zot ju shpërblet edhe ty edhe Hoxhën. Amin, falenderit. E Allah këtë pyetje që po ju bojnë atë Jushtina në Samet, po kena me ditë pak ma mirë. Pra ndaj ne jemi këtu, që të bashkë bisedojmë me ju. Faleminderit shumë. Unë e kam një pyetje për Hoxhën. Unë e kam prind të dek. Për çdo ditë si kum hinë Ramazan, ka 20 kulëvallahu ja kënaj prindve. Apo bëj mira keq. Losë edhe luta për ta, do të rovë që shto këtë lutna. Edhe e dyta është, unë e falë namazin. Falë, po qëndrojmë tek pyetja e parë, sepse hoxha ka pyetje. Sqaruse. Këto 20 herë që përkëndon kullu Allahin për prindët e vdekur, ka e ke gjetë këtë numrin 20? Ata ka thonë dikush, e ke lexu dikush? Po, jo, ama unë jo 20, po sot mua një kënu. Po thamë, unë që është vetë, po thamë që 20, bërna këtë E qartë. Mirë, vazhdo me pyetjen tjetër. E tjetërën, unë e përfat në ozën e notit tajnë 12 ora. Po, kur qëra në sëfër, a vetë po kam qef me falë pak, a me falë në fitrin në sëfër, a që të ashtin që përfalin 12. Unë e përfali ka fitrin, po thënë që nuk banë 2 fitra mi falë. Për që ata ashtë ja bëjtë të tjene ujës. Falenderit shumë. Natën e mirë, Zot i përblet, Allah i kabuli, Allah të Ramazanin njënë të ishtë. Amin edhe ju e gjithashtu, Allah. Falenderit shumë. Tash do të vazhdojmë hoqë me përgjigje, sepse kemi shumë pyetje të bëra edhe në pjesën e parë. Po. Vazhdojmë, thotë nuk mund të agjeroj në 10 që në fundit për shkak të ciklit mujor, por a bën me u lutë e të ngjashme? Krejt mundet me i bo përveç namazit edhe agjerimit. Krejt tjera të i bën normal, edhe nuk du të mundje absolutisht e handikepuar, se disa motra pyesin, a bën me përdora si hapash për me i shty, me largu ciklin menstrual, nuk bën me përdora ato, nuk bën me çargullu veten, apo sistemin brendshëm, hormonal, por duhet me ju bind aso që ka caktu Allahu. Nëse ka qenë me nevojshme mës me pas ciklin, Zoti që kishtë lanë heq ciklin motrave. Por është me nevojshme me pas, kështu, kur të qenë Zoti, mirë se vjen. Gjithë shka prej punëve të mira më nëshme i bo, përveç namazit edhe agjerimit. Kështu që e vazhdan. Bashkëshortja thot ka pas sulm në tru, edhe për shkak të ndikimit të terapive, i është keqësu gjendja, edhe pse ka tentu me agjeru, e ka ndërprej, por thot çështja e kompenzimit. Po, si tjetë? Kam qartë. Kompenzimi duhet të bëhet në këto 2 mënyra. E para, duhet me prit deri sa t'i përmirësohet gjendja. Dhe nëse gjendja i përmirësohet prej pas Ramazanit, deri para Ramazanit tjetër, ajo duhet ato 20 e sa dit i kanë mbet pa agjeru, se më duke të vetëm 5 dit ka agjeru në fillim, ato ditet e mbetura që këtë Ramazan janë 24 të mbetura, sepse kjo Ramazan është 29 dit, atëra duhet i kompensoj për çdo dit me një dit tjetër. Kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë, nëse runa Zot, gjendja nuk përmirësohet asnjëherë, dhe çdo herë ka probleme, ka shqetësime, atëherë duhet me bosh pagimin duke paguar ushqim ditor për të varfërit. Thot, a bën nënën plak me lënë ndonjëherë vetëm në shtëpi kur jemi të ftuar në iftar? Nëse ky që e boni pyetjen, nëse vetëm ky jeton me nënën, nuk ka dikon tjetër në shtëpi, edhe nëna është e shtyr në mosh, nuk bën me lënë. Sepse nëna është para së gjithave. Bile nëna është edhe para namazit vullnetar. Për shembull, nëna ka ndonjë kërkesë ose baba ka ndonjë kërkesë. E ti thu po fali në namaz natë, apo fali salatul duha, namaz para dite, apo fali sunetet para drekës apo pas drekës. Krejt i lën anash i e përparësi nënës edhe babës, përveç farzave. Farzat duhet me i falë pa tjetër. Kështu që, nëse ka do kush që kujdeset për nënën
tënde, atëherë ti përgjigje ftesës së atij që të ka ftuar në iftar. Nëse askush nuk kujdeset për nanën, edhe është rrezik me ndonë diçka, atëherë nuk i përgjigjet ftesës, jep përparësi kujt për kujdeses ndaj nanës, edhe është prej punëve më të dashura tek Allahu te bareke ve teala. Tutje, dhikri mbrëmjes cila është periudha më e mirë nga ikindia deri në akşam? Po, motër kur e boni pyetjen tha, e di ka kohën prej mas ikindis deri në akşam, më nëse edhe pas akşamit, krejt në rregull, këtu ka hapësirë. Nëse ke e bën dhikrin para akşamit, këtë dhikrin e mbrëmjes që është i gjatë, atëherë pas akşamit e bën atë dhikrin e akşamit veç. E namazit. Mas farzit, dhikrin e namazit, e pastaj prej aty deri një si bën dhikr sa dush kush po të nal. Sa dush ti thuj subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, astaghfirullah wa atubu ilay, e kështu me radhë. Po te dhikri më sot sikur deshit të di, a më mirë me një herë pas ikindis apo pak kur ti vjen si periudha, ka më të preferuar? Kur ti vjen më lehtë. Mundet edhe përpara, mundet edhe mbrapa. Varet tash prej gjendjes që e ka. Kur ti vjen më lehtë. Qartë. Vazhdojmë me përgjigje tjera, thot pas travis, a muj ende me fal namaz note? E tha ma herët që po, mas vitrit mund është më fal, po pas taj në fund do ka më vitër. Sepse brenda natës nuk bën me i fal 2 vitra. Brenda natës vetëm 1 vitër. Thot tash gjyna që bëj buk për fëmijë të vegjël në vendin ku punon? Jo, nuk është gjëna. Kjo motra thonë përgatis ushqim për fëmijët nga mosha 6, 7, 8 vjeçare, nuk është gjëna, përgatis ushqim edhe për fëmijët e mi, për familjen, dhe pak ndoshta që me thonë, e ndali veten prej adhurimeve apo prej ibadetit. Ky muaj është muaj i adhurimeve të lloj-llojshme. Për këta që punojnë kështu, atëre ka adhurime të lehta, si që është dhikri, si që ndat, kërkim falja, istikfari, e kështu me radhë. Të thot kam edhe mysafir gjatë Ramazanit, nga njëherë hojtë sikur nuk e vlerësojnë këtë kohën që përkushtojnë për agjeruesit që do të hanë prej duarve të tyre. Po, kjo është prej punëve shumë fisnike, prej punëve shumë të ndershme me i ftu njerëzit, sepse ki shpërblim, kjo mota që përgatitu ushqim për mysafirët ka shpërblim, por nëse ka ngarkesë kështu, punon punë, punon shtëpi, edhe mos me ftu shumë përveç rrethet të ngushtë bën, sepse nuk mund është me dalë për te mundësive, për te... Derisa natën thotë e gjallëron me dhikër, me namaz... Po në rregull është. Inshallah, këtë të punë që i bën, këtë i konsiderohen adhurim. Po. Lutje për prindrit e vdekur, thot ati përmendi me emra, ati përgjithsoj... Ata ma të dashurit, si që nana, baba, vllau, motra, burri, gruaja, djali, vajza, nipi mbesa, këta që janë ma afër, po rregull është. Edhe me i përmen. Mirë po du të është i këtë familjen. Nuk i nevoj këtë familjen. Nuk i e bën një doa për shemull 2 herë, 3 herë, Rabbena atina fit dunja, Rabbena gfirli, wali walideje, wali l'mu'minine jo me kumul hisabu, Allah me falë mu, fali prindet e mi dhe besimtarët, a dite kur do t'japim llogari. Po që ki nej person të zemrës, për shemull teze, nëse agje, nëse halën, nëse dajë, nëse dikan, po, nuk ka gjotë keqe, por me rëndësi është me bo doa për të vdekurit. Me rëndësi është me lutë për ta, nëse ata kam vdekë si besimtar musliman. Nëse dikush ka vdekë si jo besimtar, është që çdo njëri për të afërmit e vetë e din, atëherë është gjunaf me lutë për ta. Mirë, thot për prindrit e vdekur, thot lexoj shumë herë, thot surën Ihlas dhe lutem për ta, është në rregull. Në rregull është me u lutë për ta, me u lutë. Në rregull është me u lutë për ta. Sa ma shumë lutje për të vdekur, kjo është më së miri. Kjo është më së miri. E pastaj këndon surën El-Fatiha, apo surën Ihlas, Qul huwallahu, apo Felekun Nasin, edhe kjo në rregull, por para së gjithash duhet me pas parasysh për të vdekurit nuk ka ndonjë punë më të mirë që mund të bëjnë të gjallët e tyre se sa lutja, doja. Thot fali namaz natën në orën 12, vitrin a me lënë për syfyr. Po tha, fali namaz natën nga ora 00, në popull që themin në 12, pastaj tha, fali edhe në kone syfyrit, po vitrin kur? Vitrin e lënë në tjenë syfyr. Nëse je sigurt se zgjohesh për më falet herë, dhe tjetë vitri i fundit, kjo është më mirë. Vazhdojmë tani me telefonues të tjerë, alo? Aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Kisha një pyetje për hoxhën. Po.
Jam studente edhe tash për shkak ligjëratave po më duhet me fal namazin atje në xhami. Edhe nga njëherë po qëllon që po qëlloj bashkë në fillim të kohës edhe po m'vjen me fal namazin me xhamat. Te femrat normalisht. Edhe kisha dashur një shpjegim prej hoqës te këto namazet që janë me xhamat. Do me thonë gjumaja, namazet farze që bëhen me xhamat që prin hoxha, edhe teravit, çka duhet edhe çka nuk duhet me thonë në asnjë xhamat, se grave aty që i kom pyet, dikush thot kështu, dikush ashtu, unë namazin e fali që 5 vite, tash po bëhen, po këtë pjesën e namazit me xhamat nuk po di sakt çka me thonë dhe çka mos me thonë. Gjatë namazit me xhamat. Ato gratë që për i pyte, ato a janë kështu mësuesit fesa, janë ato të përkatitura profesionalisht, ato a veç për i pyte kështu? Jo, veç kështu janë të xhamat. Vinë edhe ato në xhami. Kështu është sikur më pyet mua për një operim të zemrës. Nuk do të më besu, nuk do të më besu mua operimin, nuk do të më besu mua operimin, do të më besu atina kirurgët atje që ka kalu jetën me studimet atyre të çështjeve. Edhe gratë aty, sikur ato gratë ndoshta i edhe ti. Nëse është aty mësuesja e fesë, sikur në xhami ne ku jemi, aty është mësuesja, është e diplomuar, ka fakulteti, është më lesh me pyet atë. Mo veç ato të tjerat, por që ashtu veç me bisedua, nuk ki nevojë shumë me zgjat. Dhe e mira është që tashmë ka telefonuar ta pyes hoxhën për këtë çështje. Mirë, do të vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Ja bën një detyrë rrugën të të kamën. Po, si s'ka mundësi, vetëm urnane. Jam e mbulluar me mbulet. Po, do tash mërëna kur jam vitë në borre me fëmijë, nuk e vnoja dhe shamjen rri pa shami. Po, një deta ka orë kuna të rastet, një dherën ka popa mbulet. Tani për një hera këthim brapa edhe e kum vnu, one po të qish shumë e kum një vetin keq, për asaj dite. A e kam gjena, po di nuk kom hiqet që aja. Ashtë e kuptushme? Po, pyetja tjetër? Dhe e dyta është, e kam se gjodën si qabës, më kanë gjohë prindë. Është e vogël, dhe shajja në qabës e ka. Po pëmëtoj nuk banë më folë që janë në shaj, veç pa kur gjohet se gjodët. A është gjena që akun të qabës më kanë prumë ato. E kuptove dhe këtë pyetje. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Po. Edhe para Ramazanit, edhe në Ramazan, mas jacijes, i njëjtë të spet, ashtu po në Allah, elhamdulillah, këtë ka 100 herë, dhe edhe ta e tejtë i krytë, po edhe kur të bi, mund me ndohë tejtë më zë gjumi, e stakë zërullah se në uli heqë, edhe ditën, po edhe tejtë më zë gjumi, ratë e thamë, a baj gjena, a jam të vepru mirë, nuk të di që ta deshta, hëgja pak, më tregu di shka ma mirë. Shka bën gjena s'pe kuptoj? A dhe, a më shpo baj, pra është adhurimi i rregullt. Dhikri ratë është fjala, po. Po, se tejtëm dhe gjumë, se di se shtekëm shumë. E qartë. Në rregull, Allah është për. Mirë, ju kuptuam, faleminderit shumë për këtë telefonat. Halal, gjithsesi, tash pas pak do të përgjigjet hoxha. E ne do të marrim një tjetër telefonat. Të shohim çfarë pyetje sjell, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Do shka mja bohë gjës një pytje. Me mor në këci në gjerem edhe me vjell e atëri shadrekimin. E kuptuam, faleminderit. Natën e mirë, falim. Natën e mirë. Vazhdojmë tani me përgjigjet. Thot, çka duhet të themi ne femrat kur falemi në xhami me xhamat për xhuma apo namazet tjera? Po, se i përket namazit me xhamat për femrat nuk është e preferuar që ato të shkojnë në ato xhami ku nuk e kanë hyrjet e veçanta, ku nuk e kanë vendin e veçantë për të falën, nuk është në rregull, është më mirë të falen në shtëpitë e tyre. Mirë po, në kohët e fundit, to 20-30 vitet e fundit, po ndërtohen xhamia të reja, po ndërtohen xhamia të mëdha, edhe po bëhet hyrja e veçantë për motat, hyrja e veçantë për vëllezërit, sallë e veçantë për motat, sallë e veçantë për vëllezërit, do të thonë ku është ndarja, nuk është përzierja, këtu bën me shkuar. Bën me shkuar dhe si do të më fal, sunetet falen normal, po e zomë shkën sabah, suneti sabat, si në shtëpi, si në xhami njëjtë.
E tek farzi kur bëhet ikameti, motat duhet të ngrihen në këmbë, të plotësojnë safin e parë, komplet në të dy anët, edhe kur thot imami Allahu Ekber, edhe ato ngrihen durë deri tek veshët, edhe thonë Allahu Ekber, këndojnë subhaneken, eudhu bismilen, edhe imami e kënë fatihan, ato e dëqojnë, edhe kështu vazhdojnë. Do thot këndimi i imamit është edhe këndim i gjematit. Pa mbulon edhe gjematin. Pa mbulon edhe gjematin. Po namazet pas zë, kur janë hoqë? Tash, nuk po dune shumë ja komplikue. Po i rastis të falë namazet ndryshme? Këtë që e dhash, do të thotë, këtë përgjigje që e dhash është konform me dhebit tonë tradicional, me dhebit Hanefi. Kjo është një rregull që duhet parimisht të përmbahemi, aq sa kemi mundësi, edhe aq sa kemi njohuri. Po tash, është pyetja e dytë që ti e parashtrove, po në namazet kur imami lexon paza, atëherë në shkollën tjetër, në medhebin Maliki, preferohet të këndohet surja El-Fatiha edhe për imamit paza, edhe për gjematit paza. Pra kë medhebi Maliki e ka një rregull që thot, kur imami këndon me za, gjemati heshtin. Kur imami këndon paza, edhe gjemati këndojnë paza. Kështu. Dërsa medhebi ynë, medhebi tradicional Hanefi, e ka rregullin tjetër që thot, leximi, kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, leximi i imamit është edhe leximi i kujt? I gjematit. Po, mirë po, kjo do të me këndu ato datë, subhana rabbiyal azim, i lartësuar, je o Zoti madhështor, subhana rabbiyal ala, i lartësuar pa të meta, je o Zoti më i lartë, këto do të me këndu tehiatin, shahadetin, salavatet, datë, këto po. A mosa për këtë sureve, janë këto dy, do me thonë, qëndrime. Thot, ka pa kunati pra pa dashje, pa mbules, jam dike që e kam gjuna, edhe aje është zbraps. Po shihet, nuk e ki gjuna, as pak motat që janë të mbuluara. Motat që janë të mbuluara nuk do të thotë se ato duhet të qëndrojnë 24 orë të mbuluara. Ato në shtëpitë e tyre, qofshin ky banimi që është kolektiv, në për banesa, qofshin edhe në për shtëpitë e tyre që kanë obor, ato mund të rrinë pa mbulesë. Por që të mos i shoh ndokush. Edhe këta që shkojnë tek vllau, tek daja, tek agja, tek tezja, ku do që shkojnë, edhe dinë se në atë shtëpi ka njerëz, ka mota të mbuluara, nuk do të me hy në borë pa atrokit, ose me prek zilen, nuk do të me hy. Edhe në banes, nuk do të ta qelë derin të një fëmijë me njerë me hy. Prek zilen pret, sepse gratë nuk e kanë obligim të mbulohen para burrave dhe para fëmijëve. Ato në shtëpi do të me nejtë ma mirë, pa mbulesësh me nejtë. Me nejtë rahat, se nuk shkon ato 24 orë kokën e pështilë në sikur për para, kanë flejt me shami, janë qu me shami, kanë dal me shami, gjithmonë me mbulesë. Jo. Kur dhe jashtë shtëpis e ka obligim, dërsa në shtëpi nuk e ka obligim, përkundazi në shtëpi me ka obligim me u rregullue, me ndreq flakte, me, që me thonë, me ndryshu pak gjendjen që të bëhet ma atraktive për bashkëshortin e saj. Kështu që kur falgjënaj nuk je, krejt në rregull, është edhe mos u ndjekesh absolutisht, se s'ke bone falgjënaj, ti në shpitane ke qenë. Se gjadja me qabën e vizatuar? Po ma mirë me qenë pa qabë, po nësë është me qabë falë, nuk është në farë problemi. Thot, them shumë herë, subhanallah, istikfar, duke qenë edhe shtrirë, para gjumit. Në rregull është. Dhe kërë edhe shtrirë bën me thonë, edhe në trener ka bën me thonë, edhe në pijame bën me thonë. Kur farë problemis. Injeksioni dhe e vjella, a e prishin agjërimin? Injeksioni nuk e prish, injeksioni që është për qetësimin e dhimbjeve. Injeksioni që është për qetësimin e dhimbjeve nuk e prish. Vjella që bëhet pa qëllim nuk e prish, vjellja që bëhet me qëllim e fut gishtin edhe e nxjerr këtë atë që ke brenda, kjo e prish. Allahu ala. E ne do të inkuadrojmë edhe disa telefonata. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Cila është pyetja Kam një pyetje, besa kum fillu me lexu Kur'anin, po nga një herë po kam ngatris kështë vështërsi, po ngatron shkronjat. E kam gjuna kështë, edhe pse kum nis hapmën edhe nëse kam vështërsi. A bëm kështë me lexu edhe mbas Ramazanit nëse se kryen në Ramazan? Ti po lexon në origjinal apo?
Po, Kuranin arabisht. E ku e ke mësu ti leximin e Kuranit? Ku e ke mësu leximin e Kuranit? Kuranin e kam lexu përmes online Telegramit, kështu i kena mësuesit arabe, shqiptare, kështu na mësojnë. Në rregull. Faleminderit. Edhe një pyetje. Nëse namazin e harron pa qëllim, kështu harron që e ke falë për shembull tik namazi drekës ose i kindis, a kam gjuna kështu nëse unë ka nik pa dashje kështu pa qëllim? Do më thonë ti se ke ditë hiç që po tik namaz, është ka rënë mend më vonë. Po, nuk e kam ditë hiç që unë ka nik namazin. Në rregull. Faleminderit. Allah të shpërblet. Amin. Selam aleikum. Aleikum selam. Edhe një telefonat, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Është një pyetje për hoxhën. Po. Cila është gjëja më e rëndësishme që të ka mësuar Islami? Edhe një herë. Cila është gjëja më e rëndësishme që të ka mësuar Islami? Cila është gjëja më e rëndësishme që të ka mësuar Islami? Po. A mu po më pyeta? Po, vetëm që pyetje. Pa po më pyet mu a për veten tonë po do më ditë. Hoxhën për këtë. Cila është gjëja më e rëndësishme që ka mësuar Islami? Pra je kurioztar me ditë për hoxhën. Po. Duhet edhe hoxha pak me folë edhe për veten. Faleminderit. Kam pra vështirësi, ngatrohem gjatë leximit të Kuranit. Po. A kam gjuna dhe bën me bo përpjekje pra kështu me vazhdo. Para do të më kuptue, nuk është fars. Nuk është fars patjetër me bë hatme në Ramazan. Është e preferuar, e pëlqyer sa më shumë hatme. Dal nga dal me lexim të rrjedhshëm, mirë, me adhon hakun. Bile preferohet edhe me shoqëru edhe për kthimin e domethënieve të sureve apo ajeteve që i lexon. Edhe nuk mund t'i them dikujt se duhet patjetër s'ki çare pa e bë hatme në Ramazan. Mirë është 1 hatme, 2 hatme, 3 hatme. Sa më shumë aq më mirë, po nëse nuk mundesh, kije vështirësi, atëherë deri ku mundesh me arrit aty shkon. Por ne këshilloj këtë motrën që ato mësuese që i ka online ti konsulton. Edhe ato t'ja dhon përgjigjes ose po dia çysh lexon. Pra mund ta përcjellin. Unë kam pa njerëz që kanë mësuar online namaz, dohet prej zeros me u kthy. Bashkë kisha kthy pikën 0. Ka në xhami jonë po du me lexo Kur'an. Kur ka filluar as din me lidh shkronjat, as i din rregull elementare. Çka më bë? Merr vëllat librin e vogël, fillojna B, T, Th, i fillojnë prej fillimit. Edhe kjo, meqense kam mësuar të disa mësuese, atëherë i pyet ato për gjendjen, edhe i tha dëgjama. A është ky lexim që bën me vazhdu, ato ta japin përgjigjen po ose jo. Unë nuk po di tash çysh lexon se ndoshta nuk është në rregull, hiç ndoshta është shumë mirë. Kjo që më së miri ato mësuesit e vlerësojnë, mirë po nëse ki vështirësi, ki shpërblimin e dyfisht, ki shpërblim më shumë se ata që lexojnë, për shembull hoxhallarët ose 33 që lexojnë rrjedhshëm, lexojnë shembull Kur'anin sikur me lexojnë një libër shqip. E këta kanë shpërblime, ama këta që kanë vështirësi, këta kanë dyfisht shpërblimet. Edhe për leximin, edhe për vështirësi, po. Nëse harrojmë thot namazin? Asgjë nuk ka keq, se Zoti nuk ngarkon me ato që smuret me bart njeriu. Harron njeriu nganjëherë. Në momentin që të bie në mend se nuk e ke fal namazin, ngrihesh, merr avdes e fal namazin. Edhe nëse ka hyrë namazi tjetër, po e zom, e ke harruar drekën, ka thirrë zoni kindis, çfarë do të bëjmë? Të marrim abdes, fillimisht e fal namazin e drekës, pastaj te kindis. Domethënë me bë renditjen e namazeve. Me bë renditjen e namazeve. Dhe nga regjia po thonë që pyetja ka qenë gjë më e rëndësishme që na ka mësu Islami. Që na ka mësu Islami. Na plotësojnë. Po në rregull shumë mirë. Kjo është pyetja e fundit apo? E këtij vllavt. Po pse unë isha kurioztar edhe për hoxhën personalisht me lexu. Islami nuk ka një gjë të rëndësishme që na ka mësuar. Islami na ka mësuar shumë gjëra të rëndësishme. Islami na ka mësuar shumë gjëra të rëndësishme. Më e rëndësishmja që na ka mësuar Islami është që njeriu në këtë botë nuk ka ardhur shkeleshko. Ka ardhur me një qëllim final. E ajo është që të adhuroj Allahun e madhëruar. E ajo është që të rregulloj raportet me krijuesin e më pastaj të rregullon raportet edhe me krijesat. Islami na ka mësuar se është program i jetës dhe kush e implementon një jetë, kush e zbaton një jetë, ka me qenë i suksesshëm patjetër. Islami na ka mësuar se ai që ja kthen shpinën
programit hyjnor që Allah e ka zbrit për neve, ajo është prej të dështuarve. Ajo është prej të dështuarve runa sot për ty. Amin. Faleminderit shumë hoqë. Faleminderit edhe juve, stafit tuaj dhe të gjithë atyre që ishin me ne deri në këto momente, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum warahmatullah. Selam. Dashëmiq, ka që ishte sa i përket takimit të sotëm. Faleminderit shumë që na ndoqët. Takohemi inshallah nesër. Deri atëherë mirëmbëjtje.